GKK lë në burg Loran Dushën, administratorin e inceneratorit të Fierit i shpallur në kërkim ndërkombëtar që u depërtua në fundjavë nga Zimbabwe për në vendin ton nëpërmjet policisë së shtetit. Gjykata ka konfirmuar masën e sigurisë arrest me burg që ishte dhënë në mungesë ndaj tij, teksa është pjesë e dosjes me 15 të pandehur që po rigjykohen pasi apeli i prishi vendimin e shkallës së parë, ku Dusha ishte dënuar me 7 vite burgim. Ai ka mbajtur postin e administratorit të inceneratorit të Fierit, ndërsa nuk ishte i pranishëm në seancën e zhvilluar, pasi u shtruar në spitalin e burgut për shkak të problemeve shëndetësore. Dusha ishte në kërkim prej më shumë se 2 vitesh, pasi akuzohet nga SPAK për korrupsion e pasrim parash në lidhje me hetimet për ndërtimin e inceneratorit të Fierit. Pjesë e kësaj dosje janë dhe ish-ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputeti Alçi Bllako. Dusha akuzohet se ka përfituar financiarisht nga buxheti i shtetit, pagesa për punime të pakryera. Interpoli e solli nga Harare. Në 14 qershor Loran Dushën, 42 vjeç, administratori i inceneratorit të Fierit, kërkohej me urdhër të gjykatës së posaçme që prej vitit 2022 me masën arrest me burg për korrupsion aktiv dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Shkalla e parë dënoi me 7 vite burg në kuadër të dosjes me 15 të pandehur. Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për Lefter Kokën, Alçi Bllakon dhe 13 të pandehurit e tjerë, të cilët akuzohen për aferën e inceneratorit të Fierit, duke i dënuar në atë dosje, mes tyre edhe Dusha, të cilit ju dhanë 7 vite burg, por me gjykim të shkurtuar u konvertua në 4 vite e 8 muaj. Gjyqi ndaj tij u bën në mungesë, teksa apeli i GKK-s më pas e riktheu çështjen për rigjykim dhe është ende në proces. Hetimet për inceneratorin e Fierit u mbyllën në dhjetor të vitit 2022. Sipas akuzave të SPAK për inceneratorin e Fierit u paguan 4 milion euro për punë që nuk u kryen asnjëherë, ndërsa 60 milion lekë është dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit në skemën e mashtrimit.